Po kaloni frikën o vllai, siç e kam kaluar unë jam, sa gjysma juaj jam. Kaloni frikën. Lirohuni. Kura është shumë e thjeshtë. Çohu, bashkohu, lirohu. E kalosën e beu amanet. Jo thu, por thyen, shumë nuk thyen. Po su bashkuar me do në shtrojme të gjithë. A e kuptoj që këtu është automatik. Thjesht petku i ri. A e kuptoj këtu e drejta fjalës të Melora është shtiku. E drejta e lëvizjes është shtiku se i mos në kandidatë. Më pëlqej shumë ky qëndrimi i policisë ku i bën moral dikush. Sa ftofët janë të janë përgatitur shumë edhe të jenë ftofët. Jemi shqiptar. Si të kallëzojnë shqiptarin? Imagjino të mendoj me vetë thënë pirë dhe çfarë thotë kë. Ku jemi? Flisni me njëri tjetrin. Ja shumë ftofët. Flisni se Çfarë thotë kjo? Ai duket kështu, në ai film, në gjë kështu, po flet për jashtë realitetit. Manipulohet, po më shpëlan frut. Logo do po, si për ditë, do vetë do bëj fjalime këtu. Boso. Po e ftofët fare me shqirin. Ftofët janë. Ismail Qemali, shqiptari nuk e ka zakon të shefi shqiptari, e nga ana tjetër ishte shqiptari që mbronin turqin, a kupto? Kërë doli një burr ishte ai, një. Një burr na duhet. Një doli e pari hoqi kafelën, gjithë tjerë. Sa që guximi është gjithë këto vlla. Guximin unë e kam gjetur mes jush të astë dhe beu. Unë për vetën si femër e kam gjetur te Brunella Merti. Ajo që doli në televizor, ajo 22 vjeçja. Që tha, do flas dhe kur zëri të më dritë tha, edhe kur trupi të më dritë tha, tokat janë tona, s'është edhe kush në rita se strapit asë, e kush 300 pretendon. Apo jo? A jam gabim apo jo? Nuk dëgjojnë, nuk dëgjojnë. Nuk dëgjojnë. Nuk e shumë për ata, dëgjojnë. Nuk dëgjojnë. Dëgjojnë, po nuk e akojnë kam bënë kamera. Harrojnë që edhe nesër do i largojnë edhe këta nga Shqipëria. Siç po na largojnë ne, kështu do i largojnë edhe këta nga Shqipëria nesër. Ligji i shqiput, që ju përgjon, çfarë të thoni në për familje, çfarë të thoni me pleqt, me gratë, me fëmijët, juve e gjithë neve. Atëherë çfarë do bëhet? Është i njëjti sistem përgjimi që ka vënë Hitleri në Gjermani. Po flitet në Gjermani në për të gjitha mbledhjet politike për këtë ligj, këtu s'po flitet akoma pse? Sepse media është i shitur, prandaj ju lutem fikni Top Channel i fikni televizor. Vetëm News 24 dhe ajo malli. Jo që është e lirë, po malli. Na ka ngelur vetëm njëri tjetri. Nuk dëgjojnë ajo, nuk dëgjojnë se kanë kaset tjetër. Po përballesh me mua. Dhe u futa për të ndarë atë që e morët sfarë. U futa unë aty, me atë të flitje do të fare vlla. A i kishte syt droga, qa lloj drogesh, ku t'i gjunë, unë kam parë lloj të drogorish në Berlin. Po si ata policët që kanë marrë ashtu, kisha parë, qa lloj miksimi, qa lloj drogesh japin, apo to? Ku e blidi, ku e blidi. Qa vjen nga Izraeli direkt? Të regoja unë e quna. Po të vi policia Izraeli. Unë jam në rregull, unë jam me pasaport gjermane dhe iki atje. O ju? Qa do të? Ajo. Qa ndodhë? Diskriminuarja. Është për fjallë në marë. Qëshin, ka qemi ne, e të dojnë që një pleshtë, vetëm. Që lashë në metimi. O qa përnë? Erda e i dash dhe. Shumë dhe më do se se më rama qo i këta. Se s'ka të këtë se më në pleshtë. Këta të dashnori janë në njëri për fami. Në pëshurin dhe jam që fiqur. Ose këtu ta duhet për korupcion, që t'jetosh e ndershme. Edhe Elisa Spiropani e para që kam pas për juridik. Më thosha, hajde Fatma, se do bëjmë lek. Hajde se do bëjmë lek. Iko motra i thash, bëj lek. Se mua nuk më blendo as me qitë perimetri rëzullit toksor. Se kam pish gjatë, kam pish shumshin asaj nëne. Po ju qarë ka një pirë? Po dalë.